Finalizohet operacioni i koduar reagimi për vënje në pranga të një shtetasi me precedent të theksuar në fushën e vjedhjeve. Mbrëm volli me forcë një shumë parash në një farmaci, arrestohet pak orë pas krimit 45 vjeçari. Ai është aktualisht me mas sigurie arrest në shtëpi për vjedhje. Si rezultati i administrimit të menjëhershëm të kallëzimit të një shtetaseje se mbrëm në farmacin ku punonte në lagje numër 12, një shtetas kishte vjedhur me forcë një shumë parash, shërbimet e komisariatit të policisë Durrës finalizuan operacionin e koduar reagimi, gjatë të cilit u kap pak orë pas kryerjes së krimit dhe u vu në pranga autori i dyshuar, shtetasi GG, 45 vjeç banues në Durrës. 45 vjeçari me precedent kriminal të theksuar në fushën e vjedhjeve, rezultoi se kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, caktuar nga gjykata për të njëjtin krim. Vijojnë hetimet për të zbardhur vjedhje të tjera që mund të ketë kryer shtetasi GG. Materialet proceduriale i u referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, për veprat penale, vjedhje dhe dhunë dhe largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit.